e bëjnë një hon shumë të madh të mundësive që ka ekonomia e vendet me premtimet e tyre. Për shumë, disa ekspertë kanë shpjeguar shumë mirë pjesën financiare. Do më falë se u largova shumë nga pyetja juaj. Jo, nuk ka problem, jo analizë, nuk ka problem. Unë po e dëgjoj. Në këtë rast, për shumë, kur flasim për pjesën financiare, është e trisht kur ti mendon që një fond kaq i madh duhet të dalë për muaj me radhë nga Partia Demokratike, për çka se brenda është një fondacion, që është fondacioni patriotëve. Nëse këta patriotë po mendonin kaq shumë për Partinë Demokratike, mund të ndihmonin për një akademi të madhe të Partisë Demokratike ose për diçka tjetër, dhe thjesht për lobimin e Berishës. Ashtu siç është bërë pak më përpara me atë që ka dalë me Mechanical dhe të tjerë. Kur politika shqiptare nuk ka qenë kaq e njollosur sa në vitin 2025. Dhe ajo që do mbahet në vitin 2025 dohet mungesa krejtësisht e moralit dhe e njollosjes politikës tonë. Nëse mban mend në fushatën e vitit 2021, personalisht kam thënë, më duket si fushat nekrofile, sepse i përdore shumë elementi vdekjes e të tjera. Kurse në këto zgjedhje po përdoret realisht kjo pjesa e mungesës moralit dhe të themi qoftë nga socialistët, po qoftë nga demokratët, një pjesë cinike shumë ndaj njerëzve. Nuk e di, 12 maj do na tregojë realisht një realitet tjetër, ose këtë realitet ku jemi të detyruar, domethënë, të jetojmë. Ben, duke parë ti e the që është një fushat jo normale, një fushat ku nuk ka moral dhe një politikë e njollosur kjo e gjitha, por a mendon, i me datë 29 sot, mendon që deri në datë 9 kur mbyllen dhe fushatat zgjedhore, do ndryshoj diçka nga partitë politike, apo mendon që nuk ka ndërmend të ndryshojnë asgjë nga diskursi i tyre, nga deklaratat e tyre, nga qëndrimet e tyre? Logjikisht pres që të dalin armët e fundit nga nënbrezi i dy partive. Ju e dini, armët e fundit Partisë Demokratike ishte kjo që nëse u zbulua dhe kjo, të themi, lobimi tyre. Pashka se ka pasur shumë eksponent Partisë Demokratike që tregonin si fakt të kryer de facto, dhe prisnin vetëm sensin e juaj, po de facto, për shembull, qoftë zoti Kliçi, qoftë zonja Harxhi, të dy kanë theksuar de facto që në ngradë e zotit Berisha është hequr. Dhe kjo ishte ajo që pastaj u tregua që ishte ajo arma e tyre madhe për Partisë Demokratike. Ndërkohë si e shoh ke Partia Socialiste, besoj që do ketë një armë edhe nga ana e tyre, ndaj kundër Partisë Demokratike. Gjë që më ngroh, thime sinqerisht, është që ka një lloj ngritje të partive të vogla, pa çka se edhe ato në mentalitet kanë shumë për të dëshiruar, por gjithsesi po shikojmë alternativa të tjera. Shpresoj të paktën që në parlament janë 4-5 element të cilët